Fushata elektorale ditën e sotme është në ditën e fundit të saj, pas disa minutash ne do të kemi mundësi që të ndjekim edhe mitingjet përmbyllëse të kësaj fushate elektorale të dy partive kryesore, siç kemi raportuar më herët do të jetë Partia Socialiste që do të përmbyll fushatën në Tiranë Parkun Olimpik, ndërsa Partia Demokratike ka vendosur që ta përmbyll atë në Bulevardin e Ri, duke patur parasysh edhe të gjithë eventin sportiv Giro d'Italia që është vendosur ditën e sotme në kryeqytetin shqiptar. Por nga çfarë ka qenë e karakterizuar kjo fushatë elektorale, cilat kanë qenë momentet kryesore të saj, ato më kulmore dhe më decisive, që patjetër mund të kenë patur ndikimin e tyre tek votuesit shqiptar. Për këtë do të diskutojnë në këtë momente në një komunikim të drejtë për drejtë, do të jetë me mua zoti Arben Meça. Ju përshëndes zoti Meça, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Atëherë, komentin e parë dua, sipas jush, si e keni parë këtë fushat? Nga çfarë ka qenë ajo e karakterizuar, çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje, keni lexuar ndonjë risi tek kampet kryesore politike? Jo, ka qenë nga fushatat më të qeta, më të vakta, do të thënë, nga gjitha fushatat e zhvilluar deri tani. Dikush e interpreton si një fushat pozitiviste, nuk ka rëndësirën si ka që një muaj fushat u kurorëzuan pas në incidenti, që është karakteristike e fushatave në Shqipëri, dhe për të vërtetës edhe denoncime nga në opozitës janë denoncime jo potente. Kujt ja atribuoni ju këtë qetësi që ka karakterizuar këtë fushat? Së pari i atribuohet faktit që ngjarjet po zhvillohen në mënyrë normale. Dhe ajo që unë e vlerësoj shumë në këtë rast është fakti që bandat kryesore, të cilat kanë qenë aktive në gjitha krahët, praktikisht janë burg. Të gjitha janë të izoluar dhe prezenca e tyre është gati inekzistente në terren. Është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm që e potencion këtë fushat si një fushat reale midis forcave politike. Kjo është e para. E dyta që është e rëndësishme, opozita është shumë e përçarë, është shumë e çorganizuar dhe është e papërgatitur potencialisht për të përballuar dhe sfida të përplasjes dhe të ndeshjes. Duke qenë që nuk ka forcë për të ndeshur, ka zgjedhur më mirë të heshtë dhe të bëjë denoncime nga rritët sociale. Mitingjet e kohëve të fundit organizuara nga opozita vërtetuan që është një opozitë e cila nuk ka shumë potencë, nuk ka shumë forcë politike. Sepse duhet të thonë që nëse do të pretendojmë për agravim dhe për emocione në fushatë elektorale, ajo që e bën fushatën elektorale emotive gjithmonë është shpresa ose tendenca ose pritshmëria pra të gjitha së bashku për ndryshime politike në vend. Çështja është që kjo fushatë elektorale nuk prodhoi një perceptim të tillë. Perceptimi është që situata do të vazhdojë të jetë kjo që është në kuptimin e udhëheqjes politike. Ajo që debatohet është cila do të jetë përmasa e njerëz parti dhe parti tjera në parlament, pra sa ato do të marrin vota, por nuk do të kemi përmbytje të rezultateve dhe nuk do të kemi rikthim të opozitës në pushtet. Kjo duket jo vetëm nga sondazhet, por për të vërtetës edhe situata e lexueshme tashmë si rrjedhim i një fryme të përgjithshme në opinionin publik ku mungon absolutisht shpresa e ndryshimit dhe ku gati të gjithë edhe partitë e mëdha edhe partitë e vogla e kanë pranuar këtë realitet. Prandaj duke e pranuar këtë realitet, asnjëra nga forcat politike nuk investon drejt energjive të mëdha në këtë fushat pra drejt një tensionimi të situatës. Por ju zoti Meça, mund të ketë ndikuar për shembull kontrata e lobimit të Partisë Demokratike që u bë publike konkretisht përgjatë fushatës elektorale, edhe në këtë qetësi të opozitës, në këtë mungesë denoncimesh dhe gjithçka tjetër që e ka karakterizuar opozitën vetvete, se duhet thënë në fakt që fakti që ajo u bë publike gjatë fushatës elektorale shënoi një moment shumë të rëndësishëm edhe të ngjarjeve që pasuan. Do të thënë që kontrata e lobimit ishte një goditje rëndë ndaj opozitës shqiptare,
por në fundit ishte një diçka e prishme e cila vazhdoi dhe sot edhe në këtë moment që flasim, vazhdon të ketë efektet e veta në jetën politike dhe në perceptimin politik. Flitet për 6 milion euro, 6 milion euro është një vlerë jashtëzakonisht e madhe dhe në fund fare për të blerë çfarë? Nuk dua tani të qëndroj në pozicion politik, por duhet ta shpreh atë ndjesinë time, do të shpreh atë opinionin tim që një tuf mashtrues nga Amerika, mashtrues, tipik mashtrues. Unë dija që kjo tipologji diku ndodhi në Itali, arriti u frymëzoi edhe njerëz në Shqipëri, po që të vinte kjo frym nga Amerika. Pra që të vinte një shqiptar civitat, të bënte lëvizje fiktive dhe të arrinte 6 milion të përfundonte në një mesazh të marrë nga një gazetar, një manipulim ordiner, një mesazh i marrë nga një gazetar ku shpreha shumë korrekte e Departamentit të Shtetit u përkthye në Shqipëri si një mbështetje, si një ndryshim drastik i vizit politik, si një vendim, bile dole dhe tha dhe një vendim. Dhe akoma nuk kuptoj që populli shqiptar është aq i aftë sa të lexoj atë shprehje që tashmë rrjetet sociale nuk ta lënë më mangut, pra nuk ta lënë në eter. Rrjetet sociale ta nxjerrin përpara ekranit dhe nuk ka nevojë ta interpretosh ti. Pra përgjigjen e Departamentit të Shtetit, i cili thotë në qëndrimet rutinë të Departamentit të Shtetit, pra ka një të tërë Amerika. Edhe në rastet kur ka marrë masa kufizuese që është non grata, jep viza për shtetin amerikan si detyrim ndërkombëtar. Dhe çdo thot detyrim ndërkombëtar, detyrim ndërkombëtar do të thotë sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në territorin e tyre kanë selinë organizata ndërkombëtare, nga të cilat pavarësisht që Amerika mund të ketë një qëndrim absolutisht agresiv ndaj Kim Jong-ut, po them unë, në Korenë e Veriut, nëse bëhet një aktivitet në OKB, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pjesë e cilës është edhe Korenë e Veriut, absolutisht Amerika është detyruar brenda marrëveshjes ndërkombëtare të jap vizë Kim Jong-ut që të vejë në Amerikë. Po kjo nuk do të thotë që Kim Jong-u fitoi të drejtën për të qenë një qytetar ndaj të cilit në shpallja non grata nga amerikanëve është hequr. Por mos them pas më tepër që Departamenti i Shtetit jep qartë fare këtë lloj politike që ka Amerika nuk mund ta përjashtojë ndaj Shqipërisë. Pra, çështja është që Shqipëria nuk bën përjashtim. Shqipëria është si gjithë vendet e tjera, politika ndaj të gjithëve është e njëjtë dhe nuk mundet tani që në tekstin e nënshkruar nga ajo deklaratë ku thotë këtë qendrim amerikan nuk mund ta përjashtojë Amerika, ta përkthesh pastaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën vendim për të hequr, do të thënë sepse zgjata shumë se gjithë ajo deklaratë, gjithë ai memorandum, gjithë ajo marrëveshje 6 milionëshe, përtheu para opinionit publik një manipulim të poshtër, të shëmtuar, që natyrisht nga një fitore potenciale pretenduar e Partisë Demokratike, se kemi një muaj të tërë që po presim që në ndodhë çudi e madhe, ku lobistët do futeshin tek derët e Departamentit të Shtetit, do futeshin tek dyert e Trumpit, dhe nga ky moment Trumpi do të çlironte atë vendim në madh politik të padrejtë ndaj Berishës, nuk ndodhi as edhe një gjë, përkundrazi, gjithçka u rrugtua në një manipulim të dytë, të tretë, të katërt, që populli shqiptar kuptoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimin ndaj Berishës e kanë të konsoliduar non grata e Berishës. Nuk hiqet, ka 4 muaj që po bën lobbying atje, ka 4 muaj që ka pagu lekët e dinjase 6 milion të deklaruara, po nëse Spaku pastaj sa unë nuk kuptoj dhe në parantesë nuk kuptoj pse Spaku ndej kaq indiferent, po Spaku normal vendosi që të mos ndërhyjë në këtë fushat elektorale me vendimarrje dhe normal që ka pritshmëri që më njëherë pas fushat elektorale jo vetëm kjo çështje, por edhe shumë çështje të tjera të penalizueshme do të bëhen aktive nga ne Spaku, sidomos dëshmëri. Dhe kjo kontratë është objekti i Spakut. Po, edhe do të mbetet për të parë në fakt edhe ndikimi që do të ketë qoftë tek organet ligjzbatuese, posa kaq edhe tek rezultati zgjedhor. Një koment fundit shkurtër, Meça, unë dua edhe për disa episode dhune që janë regjistruar gjatë këtyre zgjedhjeve, ju e thatë se bandat kriminale, grupet kriminale janë burg edhe nuk ka patur problematika të tilla në këtë drejtim, po kanë qenë vetë eksponent Partisë Demokratike të përfshirë në konflikte të pasnjëshme, duke risjellë vëmendje të shikuesve atë që ka ndodhur në Korçë me Bledion Allbatin, në Dibër me Xhelal Mziun edhe së fundmi në mitingun përmbyllës në Elbasan me djalin e Luciano Boçit. Çfarë ndikimi do të kenë në gjykimin tuaj këto akte dhune gjatë fushatës elektorale?
Atëre, do të lutem të kthehem pak sa mbrapa që ta fiksojmë një herë mirë. Berisha në marrëdhënie me votën në Shqipëri nuk është i lidhur fare me qenë në grada ose non grada. Berisha është i perceptuar si një figurë agresive, një figurë regresiste në Shqipëri pavarësisht non gradës. Në qoftë se ne flasim për ato marrëveshje 6 milionë etj, këto janë faktorë që bindin njerëzit mbi këtë person manipulativ. Prandaj mos e lidhim rezultatin e Berishës me marrëveshjen e cila natyrisht do të jetë objekti i spakut. Do ta lidhim me faktin që Berisha ka vdekur si figurë politike, që ai po ka marrë në qafë opozitën shqiptare, ka marrë peng Partinë Demokratike, e ka kthyer Partinë Demokratike në parti të interesave familjare në mënyrë posaçme të tij, dhe ju e patë që një muaj nuk u fol për gjë tjetër, po u fol është në grada ose është në grada. Pra gjithë çështja e Partisë Demokratike dhe ai eufori e djeshme ishte e lidhur absolutisht me faktin që na doli një fije shkrepse, një fije kashte nga ana e Amerikës, të cilën interpretuan dhe thanë shpëtoi Shqipëria, shpëtoi Berisha, pra çdo gjë ishte lidhur me Berishën. Kjo ishte e para. Tani po vite pyetja juaj. Do të qëndroj në Elbasan. Ju çështën e Elbasanit e lidhën me çunin e Boçit. Në fakt çështja e Elbasanit nuk lidhet me patjetër është më e madhe, thjesht duke patur parasysh se ai është person identifikuar që është edhe i plagosur. Ai është viktimë identifikuar, por në qoftë se nuk do të ishte kjo viktimë dhe para nesh do të transmetoj ai sherr masiv, jemi në miting elektoral, dhe mitingu elektoral është festë. Ai sherr masiv interpretohet në përmbajtjen e thellë të tillë. Ai sherr masiv ishte produkti, ishte pjella e një situate të mbashur në Partinë Demokratike në Elbasan, si rrjedhimi politike e cila dije përfundimisht shpërtheu në përçarjen e madhe që ka Partia Demokratike në Elbasan. Partia Demokratike u fut në ta shqyrtuar proces të primareve dhe në Elbasan rezultati primareve në mënyrë të dhunshme nga ana e linjës së Boçit dhe të Sali Berishës u përmbys në mënyrë të dhunshme, duke prodhuar në vetvete një agresivitet brenda Partisë Demokratike midis njerëzve të cilët u poshtëruan nga kjo lëvizje dhe njerëzve të cilët thanë ne tashmë kemi pushtet absolut. Dhe në atë përleshje nuk u ndesh çuni i Boçit. Çuni i Boçit mori shpagimin e tij atij, po u ndesh një rrym, një frym, një grup i cili e ndjente veten përfundimtar dhe okupatori i Partisë Demokratike, që kishte të drejtën ligjore të përjashtonte këto nga mitingu, një nga kjo përfaqësimi, një nga të qenë ish deputet, po dhe nga mitingu i përjashton njerëzit dhe një grup tjetër, i cili natyrisht edhe ai është i Partisë Demokratike, është një grup po aq opozitar se krau tjetër, por falë kësaj politike ka ndjer veten absolutisht ofenduar, absolutisht të përdhosur dhe pikërisht ky raport, kjo ndeshje midis dy grupeve që përfaqëson praktikisht sot frymën e Partisë Demokratike, të përçarë Partisë Demokratike në Elbasan, u transmetuan në atë sherr. Dhe atë sherr do të lexojmë absolutisht në këtë formë. Se kush u plagos, as nuk ka rëndësi kush u plagos. Atje edhe mund të plagosë njëri dhe larg qoftë mund të kishte ndoshta dhe viktima. Por ky fenomen nuk e çbën ngjarjen. Nuk e çbën kjo ngjarje, nuk e çbën atë realitet. Ndërsa pjesa tjetër, jo Xhamal Bziu, po Xhelal Bziu, edhe ky në Albani, nuk se na u dolën pa dashje dhe pa pritur tani fushat elektorale me karakterin e tyre të dhunshëm, tmerrësisht primitiv, është i pardallus i personave të cilët kaluan në këto listat e mbyllura, sepse Ligia Berishi ishte i tonte njerëz absolutisht luftarak të dhunshëm dhe të besuar. Dhe këta të dy janë personifikim i figurave me të cilat përfaqësohet sot Partia Demokratike në listat e mbyllura. Natyrisht janë personazhe, janë imazh të cilat i bashkangjiten imazhit Berishës, i bashkangjiten imazhit Partisë Demokratike dhe tabloja është e qartë për qytetarët. Unë ju falenderoj shumë. Kjo është një arsye pse rezultati është ai që presim, që mund të vijë për masa plebiscitare. Ndërkohë do të lutem shumë, sepse bashkë kemi bizeduar, kemi mbi 15 ditë po bisedojmë,
dhe kemi thënë që çështja e Greqisë është çështje shumë serioze dhe që do të ketë pasoja jo të vogla në rezultatin dhe në kontestimin e rezultateve. Sot, nuk e di në televizorin tuaj më duket se pash, Josefina Tepalli filloi tashmë që të penalizojë dhe të bëjë kërkesa mbi manipulimin e zgjedhjeve. Janë alibit, thoni ju. Gjitha këto për rezultate që do të ketë. Nëse ka një gjë që është absolutisht e qartë e ditur, është aleanca e ngushtë e Sali Berishës me linjat ekstremiste, tashmë të instaluar shtetin grek, të cilat kanë qenë absolutisht shumë aktive në mbështetje të Berishës kundër shtetit shqiptar, nuk do ta lidh fare me Partinë Socialiste, do ta lidh me shtetin shqiptar. Premtimet e Berishës drejt linjave greke janë premtimet më antikombëtare që kanë ekzistuar deri më sot, dhe për këtë arsye gjithë linjat anti-shqiptare në Greqi janë vënë në dispozicion të tij deri aq sa mund të sjellin dhe cënimin e integritetit të votimit të emigrantëve. Do të mbetet për të parë, do të mbetet për të parë dhe ne do të kemi mundësi ta diskutojmë sot i Meçoni. Falenderoj shumë. Janë të dukshme, janë të lexueshme që tani. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë.